ta kuptojmë një gjë ne si shoqëri. Fjalët, paragjykimet, mendimet e ndryshme që neve të gjithë jemi njerëz, ka mendime të duhura dhe jo të duhura. Ato gjithmonë kanë me qenë prezente. Por t'jemi ato që pavarësisht krejt këtij uragani, jemi ato që qëndrojmë pa lëvizur vendit dhe e dim sakt se cili është perceptimi jonë për jetën që po e bëjmë. Dhe nuk ka, unë po e nis prej kësaj, sepse e di se çka po servohet në kulturën tonë. Unë mendoj që nuk ka bashkëshort që nuk don me e pa gruan e tij në sukses ose në një kohë të mirë për të. Nuk besoj. Munden me qenë raste të ralla që kanë probleme psikologjike edhe ato shërohen. Mirë po, mos t'i lëm fajin atyre që neve s'po merremi me veten. Mos t'i lëm fajin atyre që neve po na ndodhin shumë nga çrregullimet e brendshme të trupit apo luftë me veten kalon çdo grua. Luftë me veten, ashtu është. Dhe tash po thua që është një drejt që na takon dhe ne thjesht duhet ta marrim, nuk është se duhet ta presim nga bashkëshorti. E ke përpara këmbëve. Mos lë faj askënd, sepse nuk kemi në këtë jetë për të fajsu, në këtë jetë jemi për të kriju, neve jemi qenie krijuese. Nëse, edhe këtë po e them, nëse neve çdo ditë si njerëz nuk kontribojmë në diturinë tonë të brendshme, nuk kontribojmë në zhvillimin tonë, atëherë neve veç do të shkojmë duke bërë regres. Nuk do të jemi efektiv, as për shoqërinë, as për familjen, as për veten. Edhe një diçka mbajeni mend, kur të jemi në aeroplan, çka sugjerohet? Të vëjmë maskën për vete, të oksigjenit në rast që ndodh diçka apo tjetrit. Gjithmonë sugjerohet që maskën t'ja bëjmë vetit, pastaj personit që jemi